Ta ngulitësh në kokën tane që ja ke dhënë një gruaja besën, nëse do t'i qëndrosh pas asaj bese. Në këtë besatim, Zoti jon xhelle xhelalu në surën Nisa e ka përmend edhe si duhet të trajtohet gruaja. Qysh ka thënë Allahu xhelle xhelalu wa in khiftum fil yatama. Nëse ju keni frikë në kujdesin e jetimave, në ata se çfarë kujdesi ofron jetimave, atër ka thënë mërtohuni. Dietarët kanë komente të shumta se si e ka lidh Zoti jon xhelle xhelalu martesën me jetimin. Çka ka ndërlidhje konteksti si di friksoni kujdesin ndaj jetimave, atër mërtohuni. Prej kuptimeve të shumta, sa ti ka përmendur Ibn Kathir dhe Ibn Xheriri në librin e tyre, në librat e tyre, është edhe ajo se Zoti jon xhelle xhelalu ju jep isharat muslimanëve se kujdesin ndaj grujës i ngjan kujdesin ndaj jetimit. Kujdesin ndaj grujës i ngjan kujdesin ndaj jetimit. Ku është përngjashmëria? Gjase në metaforën dhe ato format elegorike është kusht që kur të përngjasosh me diçka duhet me qenë këndi i përngjasimit. Pra e përngjason ket me ket. Në cilën pikë e ke marrë një sifat dhe e ke përngjasu kësajna, kjo është kusht. Ku është këtu përngjasimi? Te dobësia. Te dobësia. Zoti jon xhelle xhelalu thot: "A shikoni jetimat, që jeni të kujdesshëm ndaj tyre, ruani mos ju jeni në zullum, mos ju hani hakin jetimave, se ju kem kërcënuar me zjarr, ka dhënë kështu kujdes me gratë e juve, se ato janë jetima në shtëpitë e juaja, se e kalon tër familjen për me ardhur te ti. Ajo nuk ka kurfar mbrojtje. Nëse ti nuk kujdesesh për ta si jetim, atëherë i bën zullum." Dhe Allahu xhelle xhelalu këtu na tregon se çfarë ndjenja ka te gruaja kur ajo vjen në shtëpinë e burrit. E ti duhesh më kon i kujdesshëm dhe me trajtu në këto pika dhe kufite që Zoti jon te bareke ve teala i ka vendosur.